Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut thosë është i vendosur për të mos ndryshuar qëndrim në lidhje me kërkesat e Bullgarisë për përfshirjen e tyre në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Në seancën parlamentare, kryeministri Istraj Mickovski bëri thirrje opozitës që së bashku me qeverinë të lobojë tek eurodeputetët për të votuar raportin për Maqedoninë, i cili do të njihte identitetin shekullor maqedonas lidhur me kombin dhe gjuhën maqedonase, ndërsa në lidhje me ndryshimet kushtetuese ai theksoi se për sa kohë që nuk ka maqedonas në komunitetin bullgar për minoritetet, nuk do të ketë asnjë zhvendosje edhe asnjë milimetër nga qëndrimet tona. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë për kufizimin e vizave ndaj individëve të huaj që marrin pjesë në censurimin e lirive të shprehjes së qytetarëve amerikanë. Përmes një njoftimi për shtyp, Ambasada Amerikane në Tiranë njoftoi një politik të re të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio. Në deklaratën e publikuar në faqen zyrtare të ambasadës, Rubio thekson se amerikanët përballen prej kohësh me presione dhe sfida nga autoritetet të ndryshme jashtë vendit, të cilat i ndjekin nëpërmjet gjobave, padive apo pengesave të tjera për shkak të shprehjes së lirë, të drejtë kjo që ai e konsideron thelbësore dhe të pacënueshme. Liria e shprehjes është thelbi i jetës amerikane, një drejtë natyrore që qeveritë e huaja nuk kanë të drejtë ta kufizojnë, thuhet në mesazhin e sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori Neil Holland shpreh shqetësimin për mbylljen e ndërtesave dhe institucioneve në veri të vendit që funksiononin sipas sistemit serbisë. Sipas një njoftimit publikuar në webfaqen e qeverisë britanike lidhur me raportin e shefit të misionit të SBE-s në Kosovë për 6 muajt e fundit, Holland theksoi urgjencën që ka Kosova të formojë qeverinë e re pas zgjedhjeve të shkurtit që u tha se u mbajtën në mënyrë paqësore. Mbretëria e Bashkuar vazhdon të inkurajojë qeverinë e Kosovës që të sigurohet që komunitetet jashtë të mund të luajnë rol të barabartë në të ardhmen e shtetit dhe të respektojnë zotimet e Kosovës si një shtet gjithëpërfshirës dhe multietnik, thuhet mes të tjerash nga ambasadori Neil Holland. Lidhja Demokratike e Kosovës konfirmon qëndrimin se nuk do të bashkëpunojë me vetvendosjen. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku përsëriti se nuk mund të bashkëpunojë me një parti që ka izoluar Kosovën. Kemi dallime në substancë, nuk bashkëqeverisim me ta. Ky është zotimi ynë ndaj elektoratit ton. Kemi dallime në vlera me partinë e parë, tha Abdigjiku. Sipas tij, LDK-ja nuk mund të ulet për të bashkëpunuar me një parti që ka quajtur bashkëpunëtor të Serbisë dhe Vučićit. Pas dështimit të seancës konstituive të Kuvendit, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se subjekti i tij ka ofruar zgjidhje pas një kusht për kryetarin. Sipas Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës propozoi 3 emra si kandidat të mundshëm dhe ka qenë e gatshme të votojë ata pa kushte. Ne kemi dhënë zgjidhje, edhe atë realisht e kemi bërë pas një kundërvlerë, pas kem kërkuar gjë nga vendosje, deri tani kem propozuar 3 emra që mu i votojnë, e dini, është Saranda Bogojevci, Shqipe Selimi, edhe Glauk Konjuca. Nëse sot do të kishim njërin nga këta 3 emra, pas një kërkesë, pas një kusht, ne do t'i votojshim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.